raporti mes besimtarëve dhe rregullimi i raportit mes besimtarëve e para dhe raporti i besimtarëve me të tjerët është objektiv shariatike. Do me rregullu raportin mes njerëzve është qëllim shariatik. Nuk është çështje që ka të bëjë për shembull me vepra vullnetare, nafile, nuk është që ka të bëjë për shembull me çështje që janë dorës dytë, por shariati synon këtë. E kur themi shariati synon këtë, çka nuk kupton kjo? Nuk kupton se shariati domthon don çështu me të pa. Nëse nuk të sheh çështu, domthon si janë përputhje me udhëzimet e tij. Se ka edhe na për shembull disa çështje, nëse janë të ndara, trajtimi juridik ndaj tyre është trajtimi juridik ndaj tyre është nafile, mustahab, sunnet, nuk është obligim. Po si njësi, por si tërësi është objektiv. Si tërësi është objektiv, edhe pse me asoj ka që është obligative. Kështu që ka njëherë duhet me pas parasysh në këtë trajtim. Se nëse Allahu te barekuhu teala na ka hap udhëzimet e besimit, edhe në kuadër të besimit është inkuadru çështja e raporteve, atëra kjo pjesë tregon funksionimin e tërësisë. Njësia tregon funksionimin e tërësisë. Edhe shpeshherë e kena përmend se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë hadithe e ka ndërlidh funksionimin e imanit me rregullat e jetës së përditshme të muslimanit. Më e keqja është kur domethënë çështje e tilla muslimanët nuk i marrin parasysh, për faktin se nuk ju duken çështje madhore. Edhe kjo mendësi realisht që të shpërfaqet, po ajo nesër shpërfaqet në forma tjera. Kështu që edukata e duhur është me e respektu e me vlerësu çdo udhëzim shariatik. Çka do të vijë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kuptu si diçka teje të rëndësishme në ndërtimin e besimit tonë.